Përshëndetje dhe të diel të mbar. Duke qenë se secili prej jush ndoshta sot bëhet gati të bëj pazaret e javës dhe të nis një javë të re, dua të ngrej një nga shqetësimet kryesore të cilët çdo kush që më kontakton e ka si problem kryesor të familjes, shtrenjtimin e jetesës. Rritja e çmimeve pothuajse 20% për produktet bazë të shportës, mesatarisht gjatë periudhës së fundit dhe viteve të fundit, e ka bërë jetesën e një familje shqiptare pothuajse të pamundur. Në një vend ku paga minimale është 40.000 lekë, por edhe kjo nuk paguhet njëjtë në të gjithë bizneset, është jashtëzakonisht e vështirë që një familje shqiptare e vogël të jetojë duke mos pasur edhe një banesë të vetëm. Shtrenjtimi i jetesës ka bërë që një familje e vogël me 4 veta të ketë një kosto mujore vetëm për ushqimet 38.700. Çfarë mund bëj një familje me dy paga të tilla? Çfarë paguaj më parë? Si mundet që t'ja dal në një vend ku çmimet gjithmonë më shumë shtrenjtohen, ndërkohë që pagat duket se kanë mbetur në vend dhe Shqipëria është e fundit, jo vetëm Ballkanin perëndimor, por edhe më gjerë për sa i përket rritjes së pagave. Kjo lidhet me dy element kryesor: shtrenjtimi i produkteve tek ne. E para njëherë që nuk ka konkurrencë dhe nuk ka treg. E dyta është vlerësimi i euros dhe e treta të ardhurat e disponueshme, të cilat janë gjithmonë më shumë në rënje, duke pas parasysh që nuk ka një shpërndarje as të rritjes ekonomike, as të ardhurave, sepse modeli ekonomik punon për një pakicë. Këto duhet të ndryshojmë dhe kjo është jashtëzakonisht e thjeshtë. Kërkon vullnetin politik që qartësisht këto vite dhe kësaj qeverie i ka munguar.